Sokol Balla ka më shumë se 30 vite që është pjesë e ekranit. Ai ka qenë drejtor lajmesh dhe drejtues emisionesh në televizionet më të mëdha në vend. Por duket se gazetari u trondit thellësisht kur ish bashkëshortja e tij u akuzua për korrupsion. Automatikisht në skanet të SPAK ka kaluar edhe Balla, sepse pikpyetje të mëdha kanë lindur në lidhje me pasurinë e tij, vilat në Rolling Hill, makinat e shtrenjta dhe jetën luksoze që bënte, ndërkohë që publikonte udhëtime në vende të ndryshme të botës. SPAK ka ngritur dyshime edhe për ish bashkëshortin e Belindës nga përgjimet e kryera dhe ka marrë atë në pyetje rreth 2 orë. Por vetëm 2 ditë pasi Balla është paraqitur në SPAK, ai ka nxjerrë vile në shitje dhe është larguar nga Shqipëria. Sokol Balla nuk është parë më në drejtimin e emisionit të tij të përjavshëm. Mbrëmjen e së njëjtës, Real Story, është drejtuar nga një tjetër gazetar. Balla ka kërkuar që ta drejtojë emisionin në mënyrë virtuale nga Dubai, por kjo kërkesë e tij është refuzuar. Para largimit nga Shqipëria, ai ka patur debate të forta me Kastratin, drejtorin e përgjithshëm të televizionit. Burime të sigurta konfirmojnë tensione mes Sokol Ballës dhe administratorit të televizionit, Ngatnim Kastrati. Menjëherë, pasi u thirr në SPAK, Sokol Balla ka patur debate të forta me Ngatnim Kastratin, duke i kërkuar që t'i deklaronte rrogën e plot, 40 milion lekë të vjetra në muaj, ose e thënë ndryshe 40.000 euro, por kjo kërkesë i është refuzuar. Pyetja që po ngrihet gjërësisht në media është: çfarë e frikson kaq shumë Sokol Ballën që vetëm para disa kohësh ju kundërvu edhe gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, duke bërë të forti në ekran?